Ka heroitë në fakt edhe 4 fitues për të plotësuar përfundimisht panoramën e 16 më të mirave në kontinent në këtë sezon. Mbrëmja e kaluar në provojë në Champions League, asgjë nuk është e pamundur dhe pse na thon vetëm një moment për të ndryshuar fytyrën e një sezoni të tërë. Atalanta dhe Dortmund janë duke zhvilluar ndeshjet e tyre, ndërkohë që praktikisht ne do të shkëndosemi nga Madridi në Torino e më pas në Parkun e Princave në Paris për të mësuar se cilat do të jenë ato skuadra që do të kalojnë në shortin e së premtes. Përshëndetje miq të Tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në studio Champions League me miqtë e mi Lirim Zalla, Ylli Shameti, avokat Envi Hicka dhe Erion Xhalla. Do të nisim me njëherë diskutimin me të ftuarit tanë për mbrëmjen e sotme. Reali Madridit ja doli që të merrte një fitore, një ndeshje që prodhoi dhe polemika dhe që për të vërtetën sigurisht pritshmëritë për një atmosferë të tensionuar janë edhe në mbrëmjen e sotme në një impiant të magjishëm siç është ai i Santiago Bernabeus. Shameti, nisim diskutimin bashkë sepse nuk është asnjëherë bukur që episode si ato që pam me Vinicius Junior që sjellin tensione të tilla për të vërtetën në çdo kompeticion por mbi të gjitha në Champions League, por edhe situata të tilla le të themi janë pjesë e tensionit që sjell fusha e blerë. Shiko, mendoj që presioni